E para gjë që duhet ta bëjmë sigurisht që t'i kyçim spaku shkollat në sistemin e ujit. Edhe një ndër prioritetet tona do të jetë edhe organizimi transportit urban. Ne i kemi detektuar veç problemet kryesore, siç edhe i kemi nxjerrë në pah përmes mjeteve të informimit. Problemi kryesor është në fshatin Llojan dhe Vaksinc, ku nxënësit dhe banorët pinë ujë të ndotur. Kisha thënë që e bie edhe në kategorinë e ujit që është jashtëzakonisht i rrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. E para gjë që duhet ta bëjmë sigurisht që t'i kyçim spaku shkollat në sistemin e ujit, e ujësjellësit. Gjithashtu edhe tek shkollat tjera të cilat nuk janë të kyçura në sistemin për ujë të pishëm dhe për kanalizime. Këta janë prioritetet e para. Gjithashtu harrova pak më parë ta potencoj edhe një ndër prioritetet tona do të jetë edhe organizimi i transportit urban, transportit brenda komunës, e cila i ka munguar ndër vite. Faktikisht banorët, sidomos të rinj, nxënësit dhe studentët dhe punëtorët ballafaqohen me këtë problematikë gjatë gjithë kohës. Ne do të bëjmë të pamundurën që përmes lidhjeve tona në qeveri, Ministrisë Transportit dhe përmes ministrave tonë që i kemi atje, ta sigurojmë transportin falas për banorët e komunës sonë.